Max në konceptin se dy fjalë janë max. Maxi si lule, si bim, por maxi është diçka tjetër, janë dy emërtime, dy fjalë. Me të njëjtën. Po kjo lulja është e mirë, pse përdor? Shumë e mirë. Çfarë përdor? Kjo për shembull në arkat e nusëve që janë po këta, të mushën plot e përplot me paj, kryesisht materiali i leshtë ka tenja. Atëherë janë të mbrojtën aty, rujtën aty, pa u dëmtu, pa i hangër teja, vetëm nëpërmjet këtyre Maxit 1 edhe gjetheve duhanit 2. Gjethet e duhanit kanë pas një të keqe që kanë pas një aromë të keqe, kurse kjo i komodot edhe me aromën e mirë edhe kur veshej i shkonte nusën kish ose nërmiq ose të shtëpia vet. Merrte një lule Maxi. I vit edhe era nuk ishte nevojë me përdor parfum. Çfarë kemi tjetër? Televizorët. Televizor. Si e kanë emrin ato televizorët? Televizorët, ato janë lura. Lura është i pari apo janë të dy lura? Të dy janë lura. Kompjuteri i parë që ka hyrë në Shqipëri në institucione. Ky është kompjuteri i parë që ka hyrë në Shqipëri? Përdorej për shkrime zakonisht, ka pas edhe ekranin, edhe aty futej disketa. Duket si makinë shkrimi. E afërt, po makinë shkrimit elektronike, po i themi ne. Në rafta kam dokumente të ish lokalitetit Bushatit të viteve 48-68, gjithçka që ka ndodhur në këtë rajon, domethënë është dokumentuar. I kem mbledhur. Me shkresurina të ardhura nga gjithanaj. Vegla punit për gjitha proceset në bujqësi. Bujqësia, në shtëpi, kudo. Edhe në qytet. Kush është më e vjetra këtu? Tipet janë djepet e zonës Zadrims, 2 të partë, Marsia Madhe kategoria atyne, kurse Mirdita. Këta dy janë të Mirditës? Po. Në Rakijet, bashkë me kazanin e Rakijës që është 200 vjeçar. 200 vjeçar ky kazani i Rakijës. Wow. Në arkeologji kam pak gjana, edhe ato nuk i kam sjell këto bile, janë të grumbulluar, por është zonë shumë e fuqishme arkeologjike. Këtu afër është zbuluar edhe një qytetërim i hershëm që pretendohet se është 4000 vjeçar, Basanja, Bushati, Basanja, dhe janë zbuluar. Ke marrë pjesë ti aty? Po, kam shku. Marrë pjesë, ato i kanë marrë, se ka një ekip polaka shqiptare edhe i kanë grumbulluar materialet, i kanë marrë për studime në Poloni, në mënyrë që ti saktësojnë. Sa vështirë është ndosë t'i gjesh edhe t'i ruash këtë gjëra kaq të vjetra? Po me llogarit kilometrat, unë Shqipërisë një 10 herë do të kisha ra rreth rrotull. Pra që kam lëvizur me makinë. Po të llogaritësh sasinë e lekëve, nuk është e lehtë fort me vu askush rrogën 30 vjeçare, edhe me jetu me gjana minimale. Ke menduar ndonjëherë të shesësh? As edhe një herë. Më është ofru edhe shumë e madhe dhe asë më shkon në normal. Ju kam thonë fëmijëve të mi, kam 2 djemë e 2 vajza, askush nuk ka drejt ta tjetërsojnë përveç se të rrinë këtu. Ai që e tjetërson, ka një fjalë tjetër, kena ato traditat që ju si... Këta amanet ju ke lënë fëmijëve ti? S'kam që ju lëmë atë tepër. Kjo është me tjerë. Me tjerë lesh? Po. Është e tipit në përqyteta përdor, ndërsa tjerrja tjetër është me këto furkat. Furka, lidhë shtëllunga e leshit, do të shohim edhe me matan, edhe me këto shkopiteve, tradita tjeres këto. Të në qik krik, edhe këto popër të zjahun, kjo shpata me rrah, kur futën fijet. Vendi ku a gatu buka, magje i themi ne. Magje. Këto janë me shprish leshen kë modeli këto. Pra gërhan quhen. Këtë kena quajt folej katrore, është e bëme në periudhën kur erdhen kinezët, pra pas vite 60, edhe përshpejton të mjellin e ministrit në mënyrë artizanale. Kjo mushej me far ministrit, edhe në momentin e parë shtrëngoj fort, edhe kur liron të këte, ka një gjuzë këtu, merë 2 kokra ministrit, dhe ato 2 e ilshon një nga një. Edhe
që e kam përdorë edhe unë dhe di me e përdorë shumë mirë. Po kjo është shumë e lehtë se tani që i mbjellim me dorë. Mekanizëm tepër i thjesht, por me tregu të mirë shumë. Pra, të pakten ishte norma 4 dynim me mbjell një person. 8 bëjsha unë, për shembull me ato shokët e mi 3. Vishim garë, njëni mas tjetër këtë. Këto janë sharra, punë e marangozit, një punë që edhe unë e kam ba, janë edhe veglet e mija këto. Janë sharra që janë sharru trupat e mëllaj. Boj një skele, vendosi trau i madh, një njeri si për traut atje e komandot me këtë dorezën, 2 tjerë ullëshin të poshtë këto. Lëvizja dhe boshen drasa, binar, gjithë shka tjetër. Po, ke lëndo një punë pa bërë ti? Asni. Asni punë s'ke lënë pa bërë. Vetën mekanik nuk kam punu. Mekanik, dhe më thonë... Mirë ndit njerë, qëfar ke bërë? Mësues po? Po. Çobanëdhish po. Traktorist po, me patent. Dhe mandej saldator, mandej kam punu me duralumin, kam punu me mërmerin, kam shkutu i të i bo ato veglet e tëne, dhe kam grumullu lek, kam bo nërtim, dhe kjo nërtes është ba po me ato lek, kras rogën e arsimtarit e kam pas për arsim. Pjesa tjetër është e investu me e gjitha, këto gjëra këto. Beton hekur për me jolan diçka fëmijëve. Këtu për shembull po marrim disa objekte të vjetra. Është ai objekt i gurt që ja përdor për blumin e misrit të grunit, bereqetit për mu ba buk. Si bluaj këtu? Atëherë ka pas një të gurt, një copë të gjatë. Shtypej po thua? Po, shtypej, me dorë. Kur s'kishte mullim. I përket arkaizmit, është në periudha shumë të hershme, është gjetë në bushat kjo. Kurse kjo është mullini, që unë nuk mund e me unë punë se i ka këput diçka, mullini po me dorë, si mullinit e zakonshëm. Shto? Kjo e lviz, këtu ka një gurë më poshtë. Ta bëjmë pak? Po. Shto? E bëj me dorë, çdo gjë? Këtu ka një levë që duhet fut këtu për me e marrë. Ishtë prish për një pakujdesi temen, për shembull. Këtu janë objekte kishtare të vjetra, të cilët janë përdorë në ritualin, se kjo zona, këtë e Zëdrims, është pothuajse totalisht katolike. Këtu është biblioteka e me famshme, ka fillu biblioteka me lek të ishit latat pas themon të ushimit që ashim konvikt. Përboshim 2 vetë bashk, një blok të atyne biletave, e shitshim, ndajshim racionin për gjys, pjatat ishin se cilit ushimi për bashkë. E me ato lek? Me ato lek libra, vetëm libra. Vetëm libra. Pasion kështu i tërbumi jemi. Çfarë nuk pas, ka ta filloj me telefonat një? Po, është telefoni kosmonizmit, është i bushatit këtu, telefonia me të cilin komunikohej. Këtu janë linjat që kishte të regjistru me të lidhuna, se cila fole ka një linjë, edhe do të mu lidhë për shembull baba im, ose gruaja ime me mu kur isha në Kuks. Shkoj atje, centralishtja merte, lidhte me rrethet kishte Kuksin, edhe kishte shkru me këto. Atëherë i binte zilës, deri sa dilte stacioni, atje isha edhe nga 3 orë të i priton për me dalë një herë në telefon, kryet 3 muaj. Ku formoj numrin e ty, ta jo? Ka pas edhe kështu për qytetin. E ma men ti të Kuksit? Atje ku ke punuar ti? Atje s'ka pas vetëm një telefon me 3 folet vogla dhe... Numrin, them, qa numri formoje ti për tjera në Kuksit? Nuk e mamë? Ja, nuk e të tregojsh. A, nuk e tregojsh? Ja. Këto janë edhe këto janë kishtare, ajo që e përdor prifti këtu në... Korbi? Po, korbi. Atëherë, janë stampu, është marrë me qullë. është hellë këtu, kjo me korrent e ka pjek, e ka shtri, kur është pjek, e ka hek, edhe këtej, kjo që është thampuka që madhe, i ka pre me këto formate, këto, presa. E ka sjellë në krohën tjetër për këto më të voglet, edhe i kanë përdorë.